pas një takimi frymëzues, mahnitës në stadiumin e Napolit, me mira qytetarë shqiptarë të diasporës në atë distrikt dhe në atë qytet, kthehem më inspiruar se kur në projektin ton dhe konkretisht në shtyllën e tij të dytë dhe themelore, Made in Albania. Shtyllë e cila ka qëllime kryesore. Prodhimin. Punësimin, që do thot punësim për shqiptarët. Që do thot rritje rrogash për shqiptarët. Pra, ne do bëjmë gjithçka për të ndezur fuqishëm motorët e sipërmarrjes së prodhimit në Shqipëri. Me moton Made in Albania, Made in Albania, Made in Albania. Duhet që prodhimet shqiptare të mbushin tregun shqiptar dhe të vërshojnë në tregjet tjera. Për këtë qëllim, ne jemi të zotur të garantojmë konkurshmëri të ndershme me ligj dhe të sigurt, të garantojmë nivelin më të ulët të taksave në Europë, të sigurojmë deregullimin më të madh në interes të biznesit, të sigurojmë klimën më miqësore. Dhe kjo jo me fjalë, por me vepra, me ligje, me vendime konkrete. Në këtë kuadër, do të zbatohet tatimi 10% mbi të ardhurat nga puna, duke përjashtuar 50.000 lekë e para. Tatimi 10% mbi të ardhurat të tjera jo nga paga. 0 taksim mbi profesionet e lira dhe biznesin e vogël. Tavani vjetor për tatim fitim 0 për biznesin e vogël, për tatim fitimin 0 për biznesin e vogël do t'jetë 18 milion lek, apo 500 euro në ditë. Dhe kufiri përjashtimit nga STVSH-ja do t'jetë po ashtu në masën 18 milion lek xhiro vjetore, apo 500 euro në ditë. Ulje nga 15 në 2% të taksës së shitjes së pronës. Dhe për këtë qëllim, krijimi i kadastrës fiskale për përcaktimin e çmimeve të referencës. Bie taksa rama e karburantit dhe karburantet nuk do të shiten. Në Shqipëri, me një çmim që ndryshon
plus minus 10% nga ai i Kosovës dhe Maqedonisë. Do të reduktohet 4 herë inspektimi nga inspektor të ndryshëm në biznese. 4 herë. Do bëhet gjithçka për digitalizimin më të plot të vëretarisë së bizneseve. Do thjeshtohet në maksimum legjislacioni fiskal për të siguruar qëndrueshmëri të kodit dhe ligjeve fiskale. Do anullohen të gjitha lehtësirat fiskale të dhëna nga ligje preferenciale. Ligji dhe vendimet, jo vetëm me ligje dhe vendime preferenciale të porositura nga familjar dhe oligark të qeveritarve. Paguajnë taksën 6% në kohë kur qytetarët e paguajnë TVSH 20%. Ligji për investimet strategjike siç është nuk do ekzistojë. Korporata e investimeve strategjike, korporata e korrupsionit më të madh në histori, merr fund javën e parë të qeverisë PD dhe alatëve. Do të rishikohet në total sistemi aktual i gjobave dhe ndëshkimeve armiqësore ndaj biznesit. TVSH-ja do të rimbursohet në kohë reale dhe nuk do të jetë më diskrecion ministror. Do ngrihet menjëherë bordi, i cili do të përcaktojë kompensimin e pasojave që vijnë nga ndryshimi i kursit këmbimit në mbrojtje të sipërmarrësve dhe prodhimit vendas, mbasi narko euro është ndruar në një shpatë Demokleu për to, dhe ata do kompensohen. Ekonomia informale do përgjysmohet